E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdixhiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53-18, po deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputetësh, ta marrësh kryetarën e kuvendit, nuk është pak. Kur e pam që nuk janë të interesuar për kryetarën e kuvendit, oferta jonë, qysh në pranverë, është ripërsëritur tani. Me fjalë tjera, nëse vetë vendose do ta kishte kandidatin për president, e ju dini që ishte Glau Konjuca, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministrin, sepse vendosja përheqëtor për presidentit dhe ta kenë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministri. A nëse është Glau Uku, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri. Unë besoj që edhe oferta për krye parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s, Lumir Abdixhiku, ta zëmbohet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak. Kjo nuk është pak edhe nëse rezultati do të ishte më i ngushtë. Lero më që ishte 50. Tash unë e përshëndes thirrjen e kryetarit Abdixhiku që edhe partitë e tjera, gjithë përfshirës të jetë presidenti. Pra të mos jenë veç 2 subjekte, vetëm vetëvendosja edhe vetëm LDK-ja, të jenë edhe të tjera. Dhe me këtë ide, unë mbrëm ju kam shkruar të 3 kryetarëve të partive, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të AK-s Ardian Gjini, edhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin. Na duhet që të takohemi. Një mend të flasim për karakteristikat e figurës presidenciale, por për bezë do të fillojmë të flasim edhe me emra, sepse po humbim shumë kohë. A më shumë të humbim kohë nëse shkojmë zgjedhje. Pra, letë mos humbim kohë duke shkuar në zgjedhje, por edhe letë mos humbim kohë pa përmendur emra konkret. Sepse të gjitha përfaqësimet e tjera politike janë ekipe, janë më të gjëra dhe i karakterizon funksioni e detyra e kështu me radhë. Por të çështja e presidentit e ke një individ unik. Mund të ketë disa ministra, mund të ketë shumë deputet, por presidenti është një. Andaj na duhet të kalojmë tek emrat e përveçshëm. Na duhet të kalojmë tek emrat konkret dhe të flasim, unë mendoj që ka me 10 të tillë në shoqërinë tonë, në universitetet tona, në akademinë tonë, në jetën politike, ata që kanë kontribuar në rezistencë paqësore, ata që kanë kontribuar në luftë shërimtare, ata që kanë kontribuar në shtempërtim demokratik. Kemi me 10 figura që mund të jenë president. Tash, më kurseni që unë të them juve emrat, sepse, siç e dini, emrin që e përmendi unë, po ja vën vulën time. Ndërkohë që ato personalitete janë të shquara në shoqërinë tonë, në popullin tonë, dhe unë kërkoj që sa më parë të ulemi me Bedri Hamzën, Lumir Abdixhikun edhe Ardian Gjinin, e kemi edhe ushtruesin e detyrës presidentes Albolina Haxhia, që është shumë e angazhuar dhe interesuar që kjo të marrë fund. Albolina nuk është një person i cili është duke u kënaqur në pozitën e ushtruesit të detyrës presidentes. Ajo është shumë e interesuar që këtë ta marrë një figurë unifikuese për të cilën merremi vesh